Ky ishte qëllimi që unë i kisha vënë vetes për 2025-ën, që të mësoja të bëja bukë me maja natyral. Për të krijuar tharmin, unë përdora kosin e thartuar dhe mielin, e bëra në një masë të lëngshme dhe e lash në një ambient të ngrohtë derisa ai u aktivizua për 5 deri në 7 ditë. Më pas e vendosa në frigorifer për ta ruajtur. Më pas bëra bukën time të parë duke aktivizuar me mjalt dhe pasi kishte ardhur dhe ishin bërë bulzat, atëherë i shtova ujë, miell, krip dhe vaj ulliri. E lash për të ardhur në një ambient të ngrohtë dhe siç e shikoni ka ardhur brumi shumë mirë, por unë këtë proces e bëra disa herë. Janë krijuar këto fluskat dhe brumi është tepër aktiv, shikojeni si vjen, i hodha dhe pak fara dhe kështu bëra hapjen, është tepër elastik. E hapa brumin sa munda dhe e palosa në këtë lloj forme dhe më pas do e lëm që të pushoj dhe të fryhet dhe një herë para se ta pjekim. E vendosa në letër përpjekje dhe e futa në furrë me kapak nga kjo tava, duke e lënë një herë për 30 minuta me 160 gradë, më pas ja hoqa kapakun dhe vendosa me 200 gradë. Buka ka dalë tepër krokante, para se ta prisja e lash të ftohej, doli super.